ne dërguam tek zonja presidente e Republikës, Vjosa Osmani, emrin e Glau Konjuftës që të bëjmë edhe një tentim për formimin e qeverisë, në mënyrë që mos të ketë dy palë zgjedhje për pak muaj, dhe përveç kësaj, me qenë se opozita po thotë se kurse si nuk pranon të votoj buxhet të qeverisë në detyrë, ndonë se ne e kemi bërë këtë kur ishte kryeministër Abdullah Hoti, atëherë ja leta kemi një qeveri e cila nuk është më në detyrë, po e votuar në Kuvend të Republikës dhe le ta kalojmë buxhetin. Po të ishte parakusht gjashtën e nënshkrime që të tentohet herën e dytë të formohet qeveria, nuk do të kishte pasur kuptim afati 15 ditor i cili ekziston për herën e dytë. Sepse me gjashtën e nënshkrime, po të njëjtën ditë e kalon qeverinë. Sa vota janë saksisht mund të merret vesh në seancë plenare. Por në Kuvend të Republikës unë i mora 56 vota nga 61 sa është minimumi nevojshëm. Ato 56 sigurt i ka edhe Glauku, ndoshta edhe merr ndonjë më shumë. Më pak nuk mund të marr. Prandaj është e pafalshme nëse nuk tentohet. Sa i përket koalicioneve qeverisë me këto partit, unë nuk shoh kurrfar mundësia as teorike më, për shkak të mos bashkëpunimit të tyre, kemi shkruar letra, na janë përgjigjur publikisht, na kanë thënë që as nuk takohen, raporti si vjet është pozitiv, pothuajse në të gjitha fushat, dhe ofron rekomandime të qarta aty ku ka ngecje. Ai pasqyron punën e qeverisë dhe progresin tonë të përbashkët shoqëror. Në këtë vit, sikurse gjatë gjithë mandatit, nuk ka pasur kthim prapa në asnjë fushë. Ka progres në 35 fusha dhe ngecje në vetëm 3 fusha. Progresi varion nga i kufizuar në të përparuar. Orientimi ynë është i qartë, antarësimi i plot në Bashkimin Evropian. Raporti konfirmon përkushtimin ton dhe mbështetjen e gjerë publike për procesin e integrimit. Raporti vlerëson parafrimin ton me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Unë po theksoj disa prej tyre. Ajo që ka në opinion publik po karakterizohej si kolaps ekonomik, ky raport tregon se është zhvillim ekonomik. Rritje ekonomike reale prej 4.4% në vitin 2024, më e lartë se mesatarja e viteve 2016-2023. Të ardhurat për kokë banore janë rritur nga 27% në 30% të mesatarës së Bashkimit Evropian. Rritje 16.7% të shpenzimeve kapitale dhe rritje 8.2% të hyrave tatimore në vitin 2024. Forcim të mbikëqyrjes financiare të ndërmarrjeve publike. Në ambientin e të përbërët biznes, raporti konstaton ulje të informalitetit në ekonomi, miratimin e ligjit për investimet të qëndrueshme që krijon kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për investimet, miratimin e ligjit për pronarët përfitues që ndihmon në identifikimin e pronarëve fundor dhe luftimin e pastrimit të parave. Ajo që ka në opinion publik thuhej se është lëmosh, ky raport po tregon se është progres në politika sociale.